4 vjet më parë kisha një punë që shumë njerëz do e donin. Televizion, prezencë publike, pagesë fikse çdo muaj dhe e lash për të bërë video online. Shumë njerëz menduan që ishte një budallik ai që bëra. Disa ma thanë, kurse tek të tjerët e kuptova nga mënyra se si më shikonin. Dhe sinqerisht, kishte momente që mendoja edhe unë se kisha bërë gabim. Por sot jam këtu dhe dua t'ju tregoj si ka qenë i gjithë rrugtimi. Jo versioni i bukur, por versioni i vërtet. Le t'ju tregoj pak kontekstin. Për ata që nuk e din, në vitin 2018 u bëra pjesë e emisionit Geek Room në televizionin InTV. Ishte eksperjenca ime e parë televizive dhe ja kalova shumë mirë. Flisja për teknologjinë, provoja produkte të reja dhe të paktën një herë në javë, isha live një orë duke provuar dhe lojrat që sapo dilnin. Ai eksperiencë nuk zgjati shumë dhe më pas u largova. Më pas në shtator 2019 u bëra pjesë e Vision Plus, ku prezantoja emisionin historik për ata të moshës time, Next. Për ata që nuk e mbaj mend, emisioni që prezantonte Fabi i Produkt 28 dhe Orinda Huta. Next ishte një emision që kishte 10 vjet në treg, flitej jo vetëm për teknologjinë, por për çdo gjë. Mod, muzikë, makina, filma e të tjerë. Një emision që transmetoi nga hëna në të premte, pra një emision që më jepte mundësinë të dilja në televizion çdo ditë. Me kalimin e kohës, pas 3 vitesh, kishte ardhur momenti t'i thosha mirupafshim, pasi nuk e gjeja më veten aty. Gjërat ishin bërë monotone dhe nuk shikoja një të ardhme. Edhe motivimi mungonte, duke qenë se asnjë nuk të lavdëronte për punën që po bëje. Kur punoja në televizion, çdo gjë nga jashtë dukej e mirë organizuar dhe çdo gjë perfekte. Por brenda ishte pak më ndryshe. Dhe kisha gjithmonë atë ndjesinë që po bëja diçka jo për veten time, por për të tjerët. Unë kam punuar me video që kur isha i vogël, montazh, kamera, content. Kjo ka qenë gjithmonë gjua ime. Dhe kur shikoja content creatorët e tjerë në përbot që çfarë bënin me YouTube-in, me Instagramin, në atë periudhë TikToku nuk ishte akoma, e kuptova që kjo ishte puna që doja të bëja. Pastaj në mes u fut mundësia e televizionit dhe e ndërpreva aty. Por gjithnjë brenda vetes time e dija që ajo ishte rruga ime. Dhe pas 4 vitesh në televizion, vendosa ta lija dhe të rifutesha online. Edhe pse mendimi nuk ishte i lehtë. Shqipëria e dim të gjithë, nuk është Silicon Valley dhe nuk ka një infrastrukturë të mirë për creatora. Gjithashtu nuk ka edhe shumë njerëz teje që bëjnë të njëjtën punë si ty. Dhe kjo gjë t'jep pak atë sensin e vetmis, dukesh pak i vetmuar. Por e bëra gjithsesi. Sa po lash televizionin, vendosa që t'i futesha punës në Fiverr si videomaker për bizneset dhe personat e tjerë. Arrita të kisha 2-3 klientë të huaj të cilët i kisha stabil çdo muaj dhe isha i kënaqur, por prapë më mungonte pikërisht ajo që doja, content creatori. Dhe pas një viti në Fiverr vendosa që Fiverrin ta lija më njan dhe të futesha pikërisht në botën e content creatorit. Sërish këtë radhë, por me një ndryshim, sepse në fillim bëja video italisht për gameplay, ndërsa tani do futesha shqip pra për tregun shqiptar. Fillova në ditët e fundit të majit të vitit 2023 me videon e parë. Videot e para patëm me të vërtet një sukses të madh, saqë arrita mbi 15000 follower nëse nuk gaboj në vetëm 30 ditët e para. Një rezultat që nuk e prisja as pak. Por me sa duket kontenti im dhe gjuaja të followerit tim po pëlqej te publiku. Normalisht kishte pafund njerëz që shanin e bënin, por ato komentet nuk më hidhin poshtë as pak sepse nuk më prekni. Një blok dhe vazhdoja me videon tjetër. Isha plot me energji, plot me ide, por më mungonin 2 gjëra kryesore. Pajisjet që më duheshin në një nivel pak më të lartë që të punoja dhe t'i lehtësoja vetes punë, dhe një sistem krijimi. Bëja një content pa e ditur mirë se kujt do i drejtohesha. Shumë video bënin mirë, disa të tjera që prisja më shumë më demoralizonin pak. Dhe kjo gjë kur nuk arrin ta kuptosh është me të vërtet shumë frustruese. Pastaj financiarisht ishte edhe një periudhë jo shumë e sigurt. Duke qenë se punën në televizion e kisha lënë dhe normalisht nuk kisha të ardhur në atë periudhë që fillova, pra isha futur all in kur i thon. O e bëj, o nuk e bëj. Në këtë video nuk dua të flas për shifra, por dua të them vetëm që në fillim nuk isha dhe shumë i sigurt nëse kjo gjë do funksiononte siç doja unë, apo nuk do arrinte të funksiononte siç mendoja dhe siç doja. Por e di cila ishte ajo gjë që më bëi të vazhdoja akoma dhe më shumë, dashuria për atë që po bëja. Unë e dua kamerën, e dua montazhin dhe e dua momentin kur del një video siç e kam menduar. Dhe ky është një pasion i vërtet. Dhe pasioni është vetëm gjë që nuk të lë asnjëherë të hedhësh poshtë atë që do të bësh, por të shtyn të bësh gjithmonë më mirë, gjithmonë më shumë. Tani jemi këtu pas 4 vitesh. Kam krijuar diçka që po funksionon. A është perfekte? Akoma jo, por po ecën shumë mirë dhe sistemi është në këmbë. Konkretisht, puna ime ndahet në 2 pjesë. E para, kontenti i prodhuar në platforma TikTok, Instagram dhe YouTube. Kjo është baza, ky është zanati im. E dyta, bashkëpunimet me brende të ndryshme. Jo vetëm brende shqiptare, po me brende ndërkombëtare, brende me të vërtetë të mëdha. Kamera, aksesor, teknologji, lifestyle,
pak nga të gjitha fushat. Dhe kjo gjë është e mundur edhe duke qenë nga Shqipëria. Një gjë që shumë njerëz nuk e besojnë, por edhe unë kur fillova, në fillim nuk e besoja që mund të ndodhte, por ja ku jam. Brandet nuk shikojnë vetëm se ku ndodhesh, por shikojnë audiencën, kualitetin e kontentit dhe mënyrën se si i prezantohesh ti publikut tënd. Mund të fusim dhe një fushë të tretë që më ka ndihmuar shumë në punë. Fakti që kam mbaruar për informatikë ekonomike dhe teknologjia dhe informatika ka qenë gjithmonë pjesë e jetës time. Plus mbi 9 vjet eksperiencë në video making, edhe pse me pauzat e veta. Kjo nuk është vetëm CV-ja ime, por është ajo që më dallon si kreator. E di shumë mirë se si funksionon teknologjia, jo vetëm si duket. Tani do të flas për diçka që shumë pak diskutohet. Të jesh content creator në Shqipëri të bën pak të izoluar. Jo sepse njerëzit nuk të mbështesin, por sepse pak njerëz rreth teje kuptojnë se çfarë po bën konkretisht. Po bën video. Kjo është ajo që dëgjohet shpesh. Dhe ka diçka në atë thjeshtësi që ndonjëherë të bën të dyshosh te vetja. Industria e kreatorëve jashtë Shqipërisë është me të vërtetë shumë e zhvilluar. Agjenci, evente dhe komunitet shumë i fortë. Ndërsa këtu te ne ndërton pothuajse nga zero, me pak referenca lokale, por duke mësuar nga interneti. Pastaj janë dhe problemet praktike, si për shembull bllokimi i TikTokut në pothuajse një vit, kur platforma kryesore ku kam ndërtuar audiencën time të shtuket brenda një nate. Por kjo të mëson diçka shumë të rëndësishme. Bëj më shumë dhe shpërndau në platforma të ndryshme. Kjo është arsyeja pse sot jam këtu edhe në kanalin tim të YouTube-it. Pyetja që më bëjnë shpesh herë është: a do e bëje sërish? Dhe unë them po, pas një lloj hezitimi. Jo sepse çdo gjë ka qenë e lehtë, por sepse çdo ditë zgjohem dhe bëj diçka që kam zgjedhur. Çdo video është e imja, nga ideja, te xhirimi, te montazhi dhe te produkti final. Të liri nuk ta jep dot asgjë tjetër. Nëse edhe ti për shembull që po shikon këtë video je duke menduar të fillosh një karrierë të tillë, ose edhe diçka tjetër që nuk ka të bëjë fare me këtë, gjëja e vetme që dua të them është kjo: fillo me atë që ke tani. Kamera e telefonit është mjaftueshëm për çdo gjë. Më pas vijnë produktet e tjera. Edhe unë shumë nga videot e para i kam dëgjuar të gjitha me telefon. Prandaj për të filluar diçka, mos prisni periudhën perfekte ose produktet perfekte, sepse ato nuk vijnë kurrë. Shpresoj shumë që kjo video të ketë pëlqyer. Ishte pak ndryshe nga videot e tjera, doja të bëja diçka më personale këtë radhë, dhe të tregoja pak për rrugtimin tim se si lash televizionin dhe përfundova për të bërë një content creator, sepse mbase kjo gjë mund të frymëzoj edhe shumë nga ju. Nëse kjo video ju pëlqeu, si gjithmonë lini një like, një koment dhe një subscribe në kanal, dhe ne shihemi në video e radhës këtu në YouTube dhe Instagram dhe TikTok. Mos harroni të bëni follow. Shihemi.